ne kemi edhe mikesha, shoqe, kolege për të qenë pak më e prekshme situata, që kanë për shumë vite me radhë kanë tentuar për të patur një shtatzani, ku në vlerësimet mjekësore kanë rezultuar pas një lloj problematike fizike apo hormonale apo në vlerësimin e analizave, por është vërtetuar që vetëm stresi, se ndonjëherë për shembull, unë e theksova për kufizimin që duhet një vit marrëdhënie të rregullta të pambrojtura për ta konsideruar infertilitet. Ndërsa njerëzit që na rrethojnë sigurisht kanë ndikim në rritjen e stresit, sepse ndodh që çiftet diskutojnë me miq, me mikesha dhe kur kalon një muaj apo 2 muaj apo disa muaj dhe nuk po realizojnë dot një shtatzani dhe fillojnë ta diskutojnë me të tjerët dhe ato të tjerët mund ta kenë realizuar rastësisht shtatzanin që me muajin e parë apo të dytë dhe fillojnë të kompleksohen dhe të stresohen dhe stresi ka një kontribut shumë të rëndësishëm në pengimin e shtatzanisë. Është diçka e vërtetuar shkencërisht dhe është e theksuar gjithmonë në studimet shkencore dhe në literaturë.